Liçeni mbi Spitalin Rajonal të Vlorës ka një rol thelbësor në menaxhimin e ujrave që zbresin nga kodrat përreth qytetit. I pozicionuar në një pikë strategjike, ai shërben si basen mbledhës për ujrat sipërfaqësore, sidomos gjatë ditëve me rreshje shiu me intensitet të lartë, kur rreziku i përmbytjeve rritet ndjeshëm. Për vite me radhë, ky liçen ka qenë një element i rëndësishëm në sistemin e mbrojtjes nga përmbytjet. Për zonën përreth spitalit dhe lagjet e afërta, së fundmi në këtë zonë ka nisur një investim që sipas të gjitha gjasave synon ta bëjë më efikas funksionimin e liçenit. Prej kohësh ai ishte kthyer në një pikë problematike për shkak të mungesës së mirëmbajtjes dhe degradimit të infrastrukturës përreth. Ndërhyrja e re u prit me interes nga banorët e zonës, të cilët shpresonin në një zgjidhje përfundimtare të problematikave të trashëguara ndër vite. Megjithatë, nga ajo që konstatohet në terren, duket se investimi është fokusuar kryesisht në thellimin e basenit të liçenit. Kjo ndërhyrje, edhe pse e rëndësishme për rritjen e kapacitetit mbajtës të ujit, nuk duket të jetë shoqëruar me punime të tjera plotësuese, si sistemi i argjinaturave, ndërtimi i kanaleve të reja kulluese, përforcimi i strukturave mbrojtëse apo rehabilitimi i hapësirës përreth. Aktualisht punimet janë ndërprerë dhe në zonë nuk vërehet aktiviteti. Automjetet e tonazhit të rënd qëndrojnë të parkuara dhe të fikura, ndërsa kantierit duket i braktisur për momentin. Nuk ka asnjë informacion zyrtar në terren që të sqarojë arsyet e ndërprerjes së punimeve, afatet e përfundimit apo fazat e mëtejshme të projektit. Kjo situatë ka krijuar paqartësi dhe pikpyetje. Ky rast i ngjan një fenomeni të përsëritur në Vlorë ku investimet publike shpesh nisin me bujë, por më pas zvarriten ose mbeten përgjysmë. Para disa vitesh në të njëjtën zonë u realizua një investim i përgjithshëm që kishte për qëllim jo vetëm funksionalitetin e plotë të basenit për mbledhjen e ujrave, por edhe rivitalizimin e hapësirës përreth. Synimi ishte që liçeni të mos shërbente vetëm si një strukturë teknike për menaxhimin e ujrave, por edhe si një zonë e sistemuar me impakt pozitiv për komunitetin. Megjithatë, mungesa e mirëmbajtjes së vazhdueshme bëri që investimi më parshëm të degradojë gradualisht, duke rikthyer zonën në një gjendje problematike. Mbetjet dhe amortizimi i infrastrukturës ndikuan drejt për drejt në uljen e efikasitetit të liçenit, si dhe në përkeqësimin e pamjes së përgjithshme të zonës. Në këto kushte, investimi i ri shihej si një mundësi për ta rikthyer funksionalitetin, si dhe për të garantuar siguri më të madhe në rast të rreshjesh intensive, por mungesa e transparencës rreth projektit ngresh shqetësime serioze. Në territor nuk ka tabela informuese që të shpjegojnë se çfarë konkretisht do të realizohet, cili është fondi i akorduar, cila kompani po i kryen punimet, si dhe cilat janë afatet e përfundimit. Po ashtu, nuk ka të dhëna të qarta mbi objektin e plotë të ndërhyrjes, a bëhet fjalë vetëm për thellimin e basenit, apo për një projekt më të gjerë rehabilitimi. Transparenca në investimet publike është një element thelbësor për të garantuar besimin e qytetarëve dhe për të shmangur situata ku projektet mbeten të papërfunduara, sidomos kur bëhet fjalë për infrastrukturë që lidhet drejt për drejt me sigurinë dhe mbrojtjen nga përmbytjet. Informacioni publik duhet jetë i plotë dhe i aksesueshëm. Liçeni mbi Spitalin Rajonal të Vlorës mbetet një pikë kyçe për menaxhimin e ujrave në zonë. Çdo ndërhyrje në të duhet jetë e menduar mirë, e plotë dhe e qëndrueshme në kohë. Përndryshe, rrezikohet që historia e investimeve të pjesshme dhe e mungesës së mirëmbajtjes të përsëritet, duke lënë pas një tjetër projekt të nisur me pritshmëri të larta, por të përfunduar pa rezultatet e premtuara.